Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tyrona Lilin për të ndarë sonte bashkarisht me ju një letër shumë të dhimbshme. Në fakt është një letër e gjatë. Unë dua që të keni durimin ta dëgjoni. Ajo që do të dëgjoni do t'ju trondis, se çfarë kjo nuse ka qenë në gjendje të bëj për të mbytur vjerën e saj. Do të thënë letrën e ka shkruar Kunata, vajza e zonjës në fjalë. Po shkruaj këtë letër pas shumë netësh pa gjumë, pas shumë lotësh të fshehur dhe pas një dhimbje që nuk po më lë që të marr frymë. Kam menduar shumë nëse duhej ta shkruaja apo jo, sepse asnjëherë nuk kam dashur që problemet e familjes të dalin jashtë mureve të shtëpisë sonë. Kam qenë gjithmonë ajo që ka heshtur, ajo që ka duruar, ajo që ka menduar se koha do të rregullojë gjithçka. Por ka një moment kur heshtja bëhet mëkat dhe unë nuk dua të jem më fajtore duke heshtur. Po të shkruaj si vajza e një nëne të lënduar, si vajza e një gruaje që e kam parë të sakrifikoj gjithë jetën për ne dhe që sot po e shoh të tretet nga dal para syve të mi. Kur ti erdhe për herë të parë në familjen tonë, unë isha ndër të parat që të përqafova. E mbaj mend atë ditë sikur të ishte dje. Nëna ime kishte gatuar gjithë ditën, kishte pastruar shtëpinë me një gëzim që rrallë ja kisha parë. Ajo thoshte sot po më hyn një vajzë në shtëpi. Nuk të quante nuse, të quante vajzë, të mbrojti para të gjithëve, të ngriti lart para të afërmve dhe gjithmonë thoshte: Zoti ma solli një shpirt të mirë për djalin tim. Ti nuk e di sa shumë të deshti ajo grua. Kur ti kishe nevojë për ndihmë, ajo ishte aty. Kur u sëmure, ajo të rinte te koka. Kur kishe probleme me vëllain tim, ajo ishte që e ulte dhe i fliste që të mos kishte zënka. Kur u bëre nën, ajo ishte e para që të ndihmoj me fëmijët. Nuk kurseu asgjë nga vetja për ty. Dhe ndoshta kjo është ajo që më dhëm më së shumti sot. Sepse ajo grua që të dha gjithçka në fund të jetës së saj, mori nga ti vetëm ftohtësi. Fillimi ishte i padukshëm, të paktën kështu menduam ne. Filluan ndryshimet e vogla. Nëna nuk qeshte më si dikur, nuk rinte më në kuzhinë duke kënduar. Filloi të mbyllej në dhomën e saj. Sa herë e pyesja çfarë kishte, ajo më thoshte: asgjë bi, jam plakur. Por unë e njihja nënën time, e njihja zërin e saj kur fshinte dhimbjen. Një ditë e pyeta drejt: a ke problem me nusen? Ajo uli kokën edhe më tha: mos pyet gjërat që më lëndojnë. Atë ditë kuptova që diçka nuk shkonte, por prap heshta. Dhe sot e fajsoj veten për atë heshtje. Ngadalë fillova të shoh më së shumti. Kur shkoja në shtëpi e gjeja nënën ulur vetëm. Ti ralli flisje kur ajo kërkonte diçka, në fytyrën tënde lexoi bezdi. Nuk e trajtoje si njëri të moshuar që kishte nevojë për kujdes, e trajtoje si bar. Një ditë dëgjova me veshët e mi kur i the: sa gjatë do të rish këtu. Ato fjalë më prenë si thikë, ajo nuk reagoi as pak. E një atë ndjesin kur shet dikë që e do të thyhet para syve të tu dhe nuk dish se si ta ndihmosh. Pikërisht kështu ndjesha unë. Pastaj erdhi dita që nuk do të harroj kurrë. Hyra në shtëpi pa paralajmërim. Nëna ishte ulur në divan, fytyra e saj ishte zverdhur, buzët ishin tharë, duart i dridheshin. Kur ju afrova më kapi për dorë dhe më tha: mos u largo. U tromba, e pyeta se çfarë kishe. Më tha se kishte disa ditë që ndjej keq pas barnave. Shkova te tavolina dhe pash kutinë e ilaçeve. Fillova të kontrolloja një nga një dhe aty mu ndal zemra. Data e skadencës kishte kaluar, 1 muaj, 3 muaj, disa prej tyre edhe më shumë. Nuk doja ta besoja, mendova se ndoshta ishte bërë një gabim i vetëm, hapa dollapin e barnave. Isha gabim, ato ishin shumë. Shumë barna me afat skaduar. E thira dhe i pyeta: nusen, a e ke parë çfarë po jep?
Ti u zemrove me njëherë, fillove të bërtasësh, më the se po ndërhyja në jetën tënde, më the se nuk kisha të drejtë të kontrolloj asgjë në shtëpi. Por ajo nuk ishte vetëm shtëpia jote, ajo ishte shtëpia edhe në nësime. Ajo grua kishte ndërtuar atë shtëpi tull pas tulle me mundin e saj. Atë natë mora nënën në shtëpinë time, gjatë rrugës ajo qante, jo nga dhimbja fizike, nga turpi. Më tha mos i thuaj vllait tënd, mos, nuk dua t'ja prish familjen. A e kuptoni se sa e madhe është një nën? Edhe kur lëndohet mendon për fëmijët e saj. Të nesërmen e çova në spital. Mjeku pa analizat dhe më tha se trupi i saj ishte dobësuar shumë. Kur pa barnat më tha qartë, këto nuk duhet t'i kishte përdorur. Kanë ndikuar rënd. Mua mu e rënsit, nuk e dija çfarë të ndjeja, zemrim, dhimbje apo faj, sepse e ndjeva se kishte dështuar unë pikërisht njerë si vajzë. Duhet ta kisha parë që më herët, duhet ja kisha marrë më herët, duhet ta kisha mbrojtur ti me mën. Kur u kthem nga spitali, nëna nuk ishte më e njëjta. Ajo nuk ecte më si dikur, nuk fliste shumë. Shpesh e gjeja duke parë nga dritarja, kur më pyesnin çfarë mendonte, më thoshte, po përse po qan. A mund ta imagjinosh sa e rëndë është kjo? Një nën që pret paqe në fund të jetës së saj, jo lumturi, jo festa, por vetëm paqe. Dhe një ditë më tregoi diçka që më shkatroi, më tha sa herë që më jepje barnat, unë e shikoja në sy dhe mendoja mos ndoshta sot është dita e fundit. Dhe në atë moment unë shpërtheva në lot. Në vendin ku duhej të ndjehem më e sigurt për të shkruar këtë letër, jo për të poshtëruar, jo për hakmarrjen. As për urrëtitjen, po ta shkruaj sepse dua vetëm një ditë ta lexosh dhe të ndalosh për një moment, të mendosh, të kujtosh fytyrën e asaj gruaje që të priti me bukë në zemër. Të kujtosh duart e asaj që të ndihmuan, të kujtosh fjalët e saj të mira. Dhe pastaj të pyesësh veten, a e meriton ajo këtë fund, sepse askush nuk e meriton. Asnjë nën, asnjë plak, asnjë qenie njerëzore. Një ditë edhe ne do të plakemi, edhe ne do të kemi nevojë për dikë. Edhe ne do të kemi frikë dhe ajo ditë do të kuptojmë sa e rëndë është vetmia, sa e rëndë është ftohtësia, sa e rëndë është të ndjesh barë. Sot nëna ime është e ndegjallë, falë Zotit, por nuk është e njëjta më. Ti nuk vrave vetëm trupin për pak, ti vrave besimin, ti vrave qetësinë dhe ti vrave gjithçka. Këto janë fjalët të shkruar nga kjo vajzë. Unë uroj që kjo zonjë një herë të merr veten dhe sinqerisht më vjen shumë turp që familjet shqiptare tregojnë histori të tilla të dhimbshme, të tmerrshme, që realisht kanë një bagazh të frikshëm. Unë shpresoj që në një të ardhme të shpejtë njerëzit të ndryshojnë dhe të marrin më të mirën e vetes së tyre. Nuk ka më bukur se sa të jetosh i lumtur.